I nderuari nënkryetar I Partisë Demokratike të Kosovës, Zotri Enver Hoxhaj. I nderuar kryetar I degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Lipjan dhe kandidati ynë për kryetar komune, generali I ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Zotri Shukri Buja. Të nderuar shefa të sektorëve të degës, të nderuar kandidat dhe kandidate për kuvendin komunal, të nderuar antar të shtabit të degës, të nderuara familje të dëshmorëve, invalid të luftës, familje të viktimave civile të luftës dhe ish veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të dashur antar, simpatizant të Partisë Demokratike të Kosovës dhe qytetar të Lipjanit. Sonte jemi mbledhur këto, të bashkuar dhe të vendosur, për të hapur zyrtarisht fushatën zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës në Lipjan. Ky është momenti kur ne, si familje politike, si qytetar të lirë dhe si vizionar për të ardhmen, nisim rrugëtimin drejt një fitorie të madhe që do t'i hap Lipjanit një kapitull të ri zhvillimi. Partia Demokratike e Kosovës është parti që ka ADN-n e saj në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, në sakrificën e bijave dhe bijeve më të mirë të kombit, në themelin e lirisë dhe shtetit tonë. Në këtë proces zgjedhor jemi të hendikepuar pa pranim fizike të presidentit të Republikës së Kosovës, Zotri Hashim Thaçi dhe kryetari të Partisë Demokratike të Kosovës, Zotri Kadri Veseli. Ata janë themelues dhe prijës të rrugëtimit tonë politik, figura që dhanë shumë për lirinë dhe shtetërtimin e Kosovës. Nga ky tubim u drejtohemi padrejtësisë në Hagë, u drejtohemi bashkëluftëtarëve tanë, simboleve të luftës, lirisë dhe shtetit. Jemi pranë jush. Edhe pse sot nuk janë mes nesh, vizioni dhe amaneti I tyre mbetën busulla që na udhëheq. Njëra prej porosive të tyre është që Zotri Shukri Buja duhet të jetë kryetari I Lipjanit. Kandidati ynë për kryetar të komunës nuk është thjesht një emër në flet votim. Ai është një personalitet I dëshmuar, një ish I burgosur politik, një general I ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një udhëheqës I respektuar dhe një ish kryetar komune I cili ka treguar me vepra se di të udhëheq dhe di të qeverisë. Përveç kësaj, programi I Zotrit Buja për Lipjanin është programi më I mirë zgjedhor. Prandaj, ju ftoj të ndiqni në sekuenca të shkurtra projektet kryesore për Lipjanin.
për vite me radhë dhe rruga që ndonë qytetin ka qenë pengjes për lëviz, zhvillim dhe barazi. Ta me shkoha ta ka përcim këtë ndarë. Plani ynë për ndërtimin e trinën kalimeve moderne është një hap i madh për një lipjan të bashkuar, funksional dhe të sigurt për të gjithë. Në kalimi i parë për automjetet dhe këmësor do të ndërtohet në rrugën Bajram Bashi, duke lidhur qendrën me unën lindore dhe duke krijuar një arterje të re urbane. Këtu do të ndërtohet në kalimi i dytë për këmësor dhe ciklistë. Do të ndërtohet pranë stacionit të trenit aty ku ndarja është më e dukshme. Ai do të ribashkoj sheshin me pjesën përtej e rrugës. I treti, për automjetet dhe këmësor do të lidhë qytetin me lagjën e Akllakut, përmes rrugëve Ganimet e Tërbeshi dhe Sadik Shashi, duke hapur mundësi të reja për qasje dhe zhvillim. Ky është vizioni ynë, një qytet të ndarë, një lipjan që ecën përpara i bashkuar. Sot gjendemi para i stacionit të autobusëve në Lipjan, një objekt i harruar dhe i degraduar. E lëm pas dore për 3 mandate me radhë. Por ky realitet do të marrë fund. Ne do të ndërtojmë këtu stacionin modern të autobus, një qendër të vërtet të mobilitetit urban, që do të rikthejë dinjitetin e transportit publik në qytetin tonë. Stacioni i ri do të ketë vendparkime për autobus, hapësira për biletari dhe administrat, bufe, market dhe restoran, informacion të qartë për linjat e autobusës. Po ashtu, do të ofrojmë parkim publik, sistem me bicikleta me qira, infrastrukturë të qasshme për të gjithë, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuar. Gjithçka me ndriçim modern, siguri dhe funksionalitet të plot. Por ne nuk ndalemi këtu, do të riorganizojmë transportin publik me linja urbane të reja që lidhin qendrën me lagjet periferike dhe zonat ekonomike, dhe me linja ndërurbane më efikase e komunë. Ky nuk është thjesht një projekt infrastrukture, është një vizion për një lipjan të lidhur, të organizuar dhe modern. Me mbështetjen tuaj, këtë vizion do ta bëjmë realitet. Lipjani nuk pret më, bashkë ecim përpara. Tregu i Gjelbërt po rikthehet aty ku ka qenë gjithmonë, në zemër të Lipjanit. Por jo si më parë, jo i improvizuar, jo pa kushte, por si një hapësirë moderne, funksionale dhe dinjitore. Një treg që do të shërbejë çdo ditë qytetarët, afër shtëpive të tyre me produkte të freskëta, të shëndetshme dhe të sigurt. Ky projekt nuk është thjesht ndërtim treg, por rikthim i identitetit të qytetit dhe mbështetje për farmerët dhe prodhuesit lokal. Do të krijojmë një hapësirë sociale, edukative, rekreative dhe kulturore, një qendër komunitare, jo vetëm një vend tregtimi. Brenda projektit do të ndërtojmë dhe parkingje nëntokësore me kapacitet 110 automjete, për të lehtësuar qarkullimin dhe për të liruar hapësirat publike. Do të krijojmë vende pune, do të rrisim cilësinë e jetës dhe do të sjellim më shumë gjallëri në zemrën e Lipjanit. Ky është vizioni për Lipjanin, një qytet që ruan shpirtin e tij, respekton qytetarët dhe ecën përpara me plan, vullnet dhe punë. Lipjani meriton më shumë dhe këtë do ta ndërtojmë bashkë. Dashur qytetarë të Lipjanit, ka ardhur koha të investojmë të rinia jo. Qëllimi i projektit është krijimi i hapësirave të klubeve sportive për ushtrimin e aktiviteteve të tyre. Qyteti ka pasur mungesë hapësirash moderne për sportistët, të rinjët dhe familjet. Ne propozojmë një kompleks sportiv dhe rekreativ modern që përfshin fushë profesionale futbolli me shtëpi vrati, 2 fusha basketbollit të hapa, 2 fusha tenisi moderne, parqe dhe kënde lojrash për fëmijë. Ky projekt është më shumë se sport. Ai do të krijojë një hapësirë për komunitetin ku njerëzit mund të mblidhen, të shoqërohen dhe të pushohen. Shtigjet për ecje do të shkrijnë rekreacionin me natyrë,
duke bërë kompleksin një vend për gjithë qytetin. Lipioni nuk pret më, bashkë ecim përpara. Qyteti i Lipionit është vazhdimisht në rritje dhe ka nevojë për zgjidhje afatgjate në trafik. Prandaj, nisëm projektin për zërimin e rrugëve kryesore me 4 përsi, me shtigje për bicikleta dhe trotuare për mësues. Fatkeqësisht, qeverisja aktuale e ndryshoi projektin nga 4 përsi në vetëm 3, duke sjellë kaos trafiku dhe bllokim të kryqëzimit. Ne do ta përfundojmë projektin ashtu siç ishte planifikuar. 4 përsi të plota për qarkullim, 2 rrethrotullime funksionale për lehtësimin e pengesave, vazhdimin e rrugës Çamilo Dhuri deri te rruga Sadik Shola që do të shkarkojë qendrën nga trafiku i rënduar. Ky nuk është vetëm një projekt rrugë, është ndërtim i një të ardhme më të mirë për Lipionin, një qytet me lëvizje më të lirë, me ajër më të pastër dhe më pak stres për qytetarët. Mos u kënaqni me zgjidhje të pjesshme. Bashkohuni me ne për një Lipian që funksionon për të gjithë. Qytetarët e Lipion, parkingu aktual nuk është funksional, pa hyrje direkte nga sheshja e Mjashar, duke krijuar vështirësi për ju. Zgjidhja jonë është e qartë, hyrje direkte nga sheshi për qasje më të lehtë dhe më të shpejtë. Kupulla Gjomi, secila në nder të një dëshmori të komunës. Ky parkim do të bëhet një hapësirë funksionale dhe vend kultimi dhe krenarie. Kupulla cilindrit natyral, me pak shpenzime dhe me shumë estetik për qytetin tonë. Ky është vizioni ynë për Lipion. Zhvillim modern, respekt për historinë dhe kujdes për qytetarët. Kjo shkollë ka edukuar brejtët të të, por sot është lënë në harrim. Ne besojmë se tragjikinia duhet të ruhet dhe të përdoret për një të ardhme më të mirë. Plani ynë është të ndërtojmë një qendër të sporteve dhe edukimit sportiv, sallë mbyllur sportesh dhe pishinë olimpike, rekonstruksioni shkollës së vjetër në qendër edukativ, fusha futbolli, volejbolli, shtigje për ecje, ciklizëm dhe vrapim, porqe dhe parkingje publike. Ky projekt do të nxjisë një jetesë të shëndetshme, do të zbulojë talent të rinj dhe do të krijojë një hapësirë moderne për rinjin tonë. Ne do të qëndrojmë një vend të harruar, në një qendër energjie dhe komuniteti. Bashkohuni me ne, së bashku e bëjmë këtë vizion realitet. Edukimi i fëmijëve tonë nuk mbaron vetëm në bankat e shkollës. Prandaj, në vizionin tonë kemi parafor që çdo fëmijë në Lipian të mësojë edhe notë. Do të ndërtojmë pishina shkollore moderne, jo vetëm në qytet, por edhe në Sholë, në Magure, Janjev, Dobrojt Madhe, Gadime dhe Slovi. Ato do të jenë të standardizuara dhe të qasshme për të gjithë nxënësit, përmes transportit të organizuar nga komuna. Ky nuk është vetëm një investim në infrastrukturë, por një investim në shëndetin, sigurinë dhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Së bashku po ndërtojmë një Lipian më të shëndetshëm, më aktiv dhe më të drejtë për të gjithë. Lipioni ka nevojë për hyrje të denjë, moderne dhe të sigurta në qytet. Prandaj do të ndërtojmë 2 rrethrotullime të reja në pikat më të rëndësishme hyrëse të qytetit. Rrethrotullimi i parë do të ndërtohet në kryqëzimin e rrugëve Avdik Elmendi, Lek Dukazhini dhe Ibrahim Rëgova, një pikë kyçe për hyrjen në qytet. Krahas tij do të ndërtohet edhe një nënkalim për këmbësor dhe shteg për ciklistë, për të garantuar lëvizje të sigurt dhe të organizuar për të gjithë. Rrethrotullimi i dytë do të vendoset në kryqëzimin e rrugëve Haxhi Kleçka, Marie Shllaku dhe Ibrahim Rëgova, duke përmirësuar ndjeshëm qasjen në qytet nga jugu dhe duke paksuar ndjeshëm blokadat në komunikacion. Edhe këtu do të ndërtohet një nënkalim modern për këmbësor dhe shteg për ciklistë.
sepse qyteti ynë duhet jetë i qasshëm dhe i sigurt për të gjithë. Ky nuk është vetëm një projekt infrastrukture, është një ndërhyrje strategjike për një lipjan që lëviz më lirshëm, më sigurt dhe më shpejt drejt së ardhmës, sepse lipjani nuk mund të presë më. Ka ardhur koha për zgjidhje të guzimshme dhe projekte që transformojnë jetën tonë të përditshme. Lumë si Sitnica nuk duhet të jetë simboli neglizhencës, por i jetës, i gjelbrimit dhe i bukurisë urbane. Në mandatin tonë, do të fillojmë rregullimin e shtratit të lumit Sitnica në pjesën që shtrihet në orën e majt të rrugës Hayreddin Bayram. Aty ku sot kemi një hapësirë të degraduar, nesër do të ndërtojmë një zonë funksionale dhe atraktive për qytetarët tonë. Do të ndërtojmë shtigje për ecje dhe ciklizme. Do të krijojmë këmbë lojrash për fëmijë, hapësira për relaks dhe gjelbrim, një zonë urbane e re që do të japë frymërie qytetit dhe do të ofrojë njerëzit me natyrë. Ky projekt nuk është vetëm rregullimi i një shtrati lumit, është investim në cilësinë e jetës, në mirëqenie, në kohën e lirë, në qytetin që duam t'u lëmë brezave të ardhshëm. Ky është vizioni ynë, një lipjan i pastër, i gjelbër, me hapësira për familje, për fëmijë, për të rinj e për të moshuar. Qyteti nuk rritet vetëm në ndërtesë, rritet me kujdes për natyrën, për ambientin dhe për njerëzit. Lipjani i së nesërmës fillon sot me projekte që prekin jetën tuaj çdo ditë. Mësimi tërditor për klasët 0 deri në 5 është një mundësi e re për fëmijët tonë, që të rriten, të mësojnë dhe të zbulojnë talentet e tyre. Gjatë gjithë ditës, ata jo vetëm që ndjekin mësimin sipas kurrikulës, por morën edhe mbështetje shteti, ndihmë për detyrat e shtëpisë dhe hapësirë për të zhvilluar kreativitetin në shkolla. Fëmijët përjetojnë aktivitete sportive, artistike e kulturore, duke ndërtuar miqësi dhe duke mësuar të bashkëpunojnë. Një drekë e shëndetshme dhe një ambient i sigurt u jep atyre kujdesin që meritojnë, ndërsa prindërit kanë qetësinë se fëmijët e tyre janë në duar të sigurt. Programi fillon si pilot në 3 shkolla, 1 në Qandër dhe 2 në zonat rurale, duke u bërë shembull për një arsim më të mirë në gjithë vendin me mundësi zgjerimi edhe në shkolla tjera. Ky është një hap i madh drejt një të ardhmeje më të ndritur për fëmijët tonë, sepse çdo ditë shkollore është një mundësi e re për rritje dhe ëndra të realizuar. Të dashur qytetarë të Lipjanit, për 12 vite me radhë, turizmi dhe rekreacioni në komunën tonë kanë mbetur të nashkaluara nga qeverisja aktuale. Lipjani me gjithë bukuritë natyrore është trajtuar vetëm si një pikë tranzitor. Ne kemi një vizion ndryshe të kthejmë Lipjanin në një destinacion të mërfit turistik. Këtu ku po qëndrojmë sot, do të ndërtojmë qendrën rekreacioni në afërsi të Parkut Nacional të Binor. Një hapësirë për 3 hektarësh që do të ofrojë tenda luksoze dhe mini kabina për dru, zona pikniku dhe barbecue, restorant panoramik, amfiteatër natyror për aktivitete kulturore, shtigje për ecje, ciklizëm, këndë relaksuese, lojrash për fëmijë, fusha sportive e parkingje për vizitorë. Kjo qendër do të jetë jo vetëm për banorët tonë, por edhe për vizitorët e humbur, duke krijuar kushte që ata të qëndrojnë më gjatë në Lipjan dhe të vizitojnë të gjitha pikat tona turistike. Me vizionin tonë, Lipjani nuk do të jetë thjesht një stacion kalimtar, por një destinacion i gjallë dhe atraktiv për të gjithë. Bashkë e kthejmë Lipjanin në zemër të turizmit natyror të Kosovës. Të dashur qytetarë, tani më lejoni të prezantoj para jush ekipin ton të kandidatëve për kuvendin komunal, gra dhe burra të përgatitur, të përkushtuar, të cilët janë zëri i çdo lagjeje, i çdo fshati dhe i çdo qytetari të Lipjanit, të cilës list i prin kandidati për kryetar
të Lipjanit, zoti Shukri Buja me numër 1. Me numër 2, Besim Jusufi, Shkolla e Lartë Teknike e Makinerisë. Numër 3, Ganimete Qeriqi, Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Numër 4, Agron Zaskoku, Master në Menaxhim të Krizave Emergjente. Numër 5, Driton Bytyqi, Fakulteti Ekonomik. Numër 6, Egzona Goshi, Fakulteti Ekonomik. Numër 7, Uk Kryezio, Magjistër i Farmacisë. Numër 8, Ylza Bedrolli, Fakulteti Juridik. Numër 9, Ardit Coni, Inxhinier i Agrokulturës dhe Mjedisit. Numër 10, Edison Beqiri, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri. Numër 11, Liridon Hajrizi, Fakulteti Ekonomik. Numër 12, Egzona Bytyqi, specializonte në onkologji. Numër 13, Arsim Jashore, Master Shkenca Juridike. Numër 14, Nazme Krasniqi, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore. Numër 15, Fitnete Haziri, Fakulteti i Përkujdesjes dhe Mishenjes Sociale. Numër 16, Labinot Slamniko, Pronor i Ndërmarrjes Private Termolabi. Numër 17, Agon Batiri, Master në Menaxhment. Numër 18, Adelina Goshi, Doktore e Shkencave Ekonomike. Numër 19, Ferez Hasani, biznesmen, pronor i një kompanie private. Numër 20, Herolind Kozhoni, Fakulteti e Mjekësisë. Numër 21, Valbona Shilova Bajrami, Master e Gjuhës Frënge dhe Fakultetin Ekonomik. Numër 22, Avni Mustafa, Fakulteti Juridik. Numër 23, Isak Berisha, ekonomist, biznesmen. Numër 24, Albulina Brestovci Agushi, doktore e shkencave në administratë publike. Numër 25, Wilson Goshi, Fakulteti Ekonomik. Numër 26, Shuqere Salihu, Fakulteti i Kulturës Fizike. Numër 27, Majlinda Lalinovci Ramadani, Fakulteti i Sociologjisë. Numër 28, Bajram Sinone, Master në Arkitekturë. Numër 29, Rinor Retkoceri, Master Menaxhment dhe Informatik. Numër 30, Afurdita Buja Selvoni, Fakulteti Ekonomik. Numër 31, Argjan Tasholli, Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci. Numër 32, Pajtim Durmishi, Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare. Numër 33, Gjeneta Isufi Mollopolci, doktorante në shkenca organizative, menaxhim dhe siguri. Dhe numër 34, Valon Ziu, Fakulteti i Bujqësisë. Me lejoni që para jush të ftoj nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotrin Enver Hoxhaj, që të marrë fjalën.
Mirëmbrëma Lipian. Nuk e dija ka mbet dikush brenda banesave dhe shtetive të tyre, po shoh që krejt Lipiani është mbledh këtu në sheshin Ademja Shari për ta bërë Shukri Bujën kryetar. Të ndëruar zone dhe zotëri, shumë i ndëruar zoti kryetari komunës dhe sot i kisha sugjeru gjithë juve që Shukriu të atjene vetëm si kryetar komune, se do tjetë kryetar komune dhe beteja jone është për kryetar komunës në Lipianit. Shumë i ndëruar zoti kolegë dhe pikë imi ngusht, Minister Ambuja, Profesor Izani, të ndëruar antar për Asamblejë Komunale, ishte ekipi më i mirë mundshëm që e ka Lipianin dhe duhet ta përgëzoj generalin dhe kryetarin Buja për një listë të shkëlqyeshme e cila do të përfaqësohet në Kuvendin Komunal këtu në Lipian. Unë nuk e kam ndërmend që të jemi gjatë, duhet që të përshëndes në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, sot e kemi një tubim të hapjes në Prishtinë, ku kryetari i partisë do të jetë i pranishëm, dhe kemi një tubim të hapjes në Mitrovic. Por e kemi Lipian dhe kemi betejë Lipian, që Shukri Buja ka bërë betejën kryesore. Jo vetëm Lipian, po betejën kryesore në Kosovë. Po vi për mikrofonat, ha? Po ndërimi mikrofona është edhe një shaj, që këtu të ndryshon pushteti lokal. Prandaj edhe ndrimi mikrofonit është bëri mirë, që këtu ndryshimi është i shpejt, ndryshimi është i pandarshëm, ndryshimi është i pashmangshëm, dhe unë mendoj që kjo natë, ky takim, kjo ditë është hapje një kapitulli të ri të qeverisjes për Lipianin, qeverisje që në mënyrën më të mirë të mundshme mund ta bën Shukri Buja. Do ne kam ndërmend ta vetëm dy tre fjalë se si e shoh kandidaturën e Shukriut. Së pari e kam pas nderin që në vitet e para të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, si ministër në qeverinë e kryeministit Taçi, të bashkëpunoj ngushtë me Shukriun, dhe mund të them që kryetari juaj dhe kryetari jon ka qenë prej kryetarëve më të mirë të komunave që ka pas jo vetëm Partia Demokratike e Kosovës, por që ka pas dhe një komunë dhe një në Kosovë. Për një mandat dhe për 2 mandate me sajti unë, në ato vite, Shukri Buja ka sjell rreth 60 milion investime në komunën e Lipianit, dhe Lipiani i 2007-ës, e 6-ës, e 5-ës, ka qenë vetëm një vendbanim, më shumë një fshat, dhe themelet e një qyteti modern të cilin sot ju shihni në Lipian, ja ka dhënë ky burr Shukri Buja. Por Shukriu si komandant, si general, si ish i burgosën politik, qëndron jo vetëm në themelet e Lipianit modern, qëndron në themelet edhe të shtetit modern të Kosovës, se fal aktivitetet e tij politik, fal angazhimit e tij patriotik, fal luftës së tij për liri, fal angazhimit e tij patriotik për pavarësinë e Kosovës, emri i Shukriut
emri Ramës, emri kësaj familje, qëndron edhe në themelin të lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës. Unë e di që pagës njerëzit kanë fillu mas 25 vite liri e mas 17 vite pavarësi me marrë të gjëra si të mirëqena, po vetëm shkenet se çka po ndodh në 24 orët e fundit. Dhe unë nuk kam marrë këtu me me fjalim të shkruzi, na shka jeni gjanë politik, nuk ka qëllim me fjalimet të shkrunet me ndume. Shukriu prej zonës e Lërëdimës, bashkë me Hashim Thaqin, e bashkë me Kadri Veselin, e bashkë me Rambujen, e bashkë me Rambujen, kanë vendosur partneritet strategjik me Amerikën vitin 1998-99, ndërsa në këto 24 orët e fundit, ky dialog strategjik, ky partneritet strategjik është në pikpyetje. Prandaj edhe po ju drejtohem si antar të Partisë Demokratike të Kosovës, si veteran të luftës, si veteran të PDK-s, si qytetar perëndimor që e doni këtë vend, fitoria jonë e Lipjan është fitore fillimisht për qytetarët e Lipjanit. Por zgjerimi i gjeografisë politike të PDK-s, edhe në Lipjan, është orientim pro-amerikan, është orientim pro-evropian, është rreshtim pro-perëndimor i Kosovës. Betejë jonë për Lipjanin, betejë jonë për Lipjanin është betejë më politike që kemi dhe falë punës që ka bërë Shukriu të javë të fundit të fushatës zgjedhore, falë punës që ju keni bërë si antarë të asamblesë komunale dega që keni bërë të në Lipjan, kur i lexoj unë e lajme në Prishtinë, mendoj që betejë më interesante politike e cila po vendoset edhe sonte këtu për ta fituar një komunë është betejë e Lipjanit. Nuk është as ajo e Prishtinës, as e Mitrovicës, as e qyteteve të tjera, duket që është betejë për Lipjan. Dhe arsyeja mendoj që është konkrete. Unë e pash programin e Shukriut prej zgjidhjeve konkrete për urbanizëm, për zhvillim, për arsim, për turizëm, për ambient. Nuk janë këto vetëm disa video, disa platforma zgjedhore. Ky është një program të cilin Shukri Buja do ta jetëson. Unë e kam pa se si ka qeverisë Shukriu me Lipjanin dhe këtë qeverisje do ta vazhdon e matutje. Prandaj edhe rikthimi i Shukri Bujës në krye të komunës së Lipjanit është rikthim i komunës pranë qytetarëve të Lipjanit. Porosia ime është e thjeshtë. Neve na kanë mbledhja 4-5 javë, kështu që shkokit të bashkuar si Lipjan në mbështetje të kandidaturës së Shukrit Bujës do të jeni të bashkuar në këto 5 javë, të folim me secilin, të komunikojmë me secilin, të kërkoni votën dhe mbështetjen me secilin, ndërsa unë mbetet vetëm që ta uroj Shukriun që sonte për fitoren, ta uroj Partinë Demokratike për fitoren, por betejën do të vazhdojmë, ndërsa prej këtij tubimi këtu që jam zbashku me ju, unë do të dotoj pas pak kohë drejt asaj se çfarë do ndodhë nesër në Hagë për të marrë pjesë në protestën e Hagës, se mendoj që fitoria se mendoj që fitoria e jone në Lipjan, fitoria Partisë Demokratike të Kosovës dhe në komuna tjera të Kosovës, do të ishte
lajmi, do të ishte protesta, do të ishte vullneti më i madh që ne i tregojmë që jemi me shkrimtarët tanë në Hagë. Prandaj, miku im general, ishte burgosur politikan modern, unë dua vetëm të dëshiroj sukses, se cilit që është në këtë barë dhe dua t'ju them që mos harroni vetëm një gjë, që ka parti që shkojnë e vinë, po ka vetëm një parti e cila qëndron në themelet të lirisë, të pavarësisë, të shtetëformimit, të shtetërtimit, dhe që është parti pro-evropiane, ajo është Partia Demokratike e Kosovës, e cila do të udhëheqë në Komunën e Lipjanit. Faleminderit shumë. Po, e di se të gjithë jeni në pritje. Në pritje të fjallës së njeriut që më shiron më së miri vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, vlerat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe shpresën për Lipjanin. Në pritje të kryetarit të fitores, në pritje të një lideri që e njeh këtë qytet, që e do këtë vend dhe që ka vizion për ta çuar Lipjanin në një nivel të ri zhvillimi. Prandaj, me nderin dhe respektin më të madh, ftoj para jush kryetarin e degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Lipjan, ish kryetarin e komunës, generalin e UÇK-s së lavdishme, zotrin Shukri Buja. Faleminderit shumë. Të nderuar qytetarë të Lipjanit, antar e simpatizant të Partisë Demokratike të Kosovës, familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës të lavdishme, familje të martirëve e bashkëqytetarë, struktura të partisë e musafirë, i nderuar Zoti Rizon, i nderuar Eset Sahiti, kryetari Nismës Social-Demokrate që është bashkë me ne kryetar. I nderuar ekip e jona e fitores, i nderuar dhe shumë i respektuar profesori jem, në kryetari i partisë, Zoti Hoxha, i nderuar i botë dhe gjithë ju e nderuar bashkëshorte, unë sot jam para jush, jam këtu për ju, sepse ju e keni kërkuar kandidaturën time për të mirën tuaj, për të mirën e qytetit tim, për të mirën e komunës tim, Lipjanin tonë. Në vitet të dhejta, kur liria dhe të drejta tona ishin të shtypura, unë isha aty, në ballë të përballës. Për këtë përkushtim u dënova me 13 vite burg. Më vonë, kur vendi kishte më së shumti nevojë, isha sërish përballë së keqes. Së bashku me ju, bashkëluftëtarë të nderuar dhe qytetarë, luftuam dhe fituam lirinë tonë të shenjtë. U ndoqa nga shumë gjykata vendore dhe ndërkombëtare, së fundi edhe nga dhomat e specializuara në Hagë, dhe në fund dola i pastër në veprimin tim çlirimtar. Me besimin dhe përkrajen tuaj, fitova 2 herë zgjedhjet lokale dhe po ta nder të shërbej si kryetari komunës së Lipjanit në një nga periudhat
më të rëndësishme të shtetëformimit të Kosovës. Gjatë 6 viteve të qeverisjes time, investuam mbi 62 milion euro në Lipjan. Kemi bërë shumë punë, por shumë më tepër ka mbetur pa u bërë. Fatkeqësisht, 12 vitet e fundit kanë qenë vite të ngecjes, diskriminimit dhe moszhvillimit. Të nderuar qytetarë, simpatizant të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ju të pranishëm, pushteti aktual i pati 12 vite qeverisje, por që fatkeqësisht asnjëherë nuk doli të jetë në krah me qytetarë. Sot, pas 12 vite qeverisje, kemi stagnim në të gjithë sektorët. Pushteti që përfundoi 12 vite qeverisje, dështoi në elementet bazë të mërqenjes së qytetarëve, ku mbi gjysma e vendbanimeve të komunës sonë nuk kanë ujë të pishëm. Gjithandej lumenjtë degraduar dhe kanalizime fiskale. Niveli i arsimit është në pikën më të dobët. Shërbimet shëndetësore të kufizuara, ngecja në sport e meshuarje të shumë klubeve sportive, që dikur ishin aktive, e të cilat kishin rezultate në nivel vend. Shoqëritë kulturartistike që dikur përfaqësonin Lipjanin, sot janë të shuara e pasive, si rezultat i mungesës së mbështetjes institucionale. Investimet në infrastrukturë jashtë çdo standard, projekte të ndryshuara e të lëna në gjysmë. I gjithë ky dështim pasqyron mungesën e vizionit të qeverisë që tani më përfundoi, për zhvillimin e gjithëmbashëm shoqëror dhe të mirëqenies së qytetarëve tonë. Qytetarët tonë janë ngopur me 12 vjet qeverisje me projekte pa vizion, e më shumë në shërbim të votës elektorale dhe jo të qytetarëve. Pushteti i deritjeshëm, duke parë frymën e ndryshimit dhe mbështetjen masive të qytetarëve për vizionin tonë të ndryshimit, zhvillimit e prosperitetit të gjithëmbashëm shoqëror pas 12 viteve, qeverisje ka parë dështimet e veta. Në secilën fushë qeverisje dhe po mundohet që në kopjem të lartë të programit tonë t'i mashtroj qytetarë me premtime të njëjta të para 12 viteve, kese ka vizion për zhvillim. Nën ethet e humbjes edhe sot, si çdo herë e gjithë qeverisja është koncentruar në investime të rrugëve familjare pa kur për standard, me kushëzime vote, me premtime të kota për vende pune, me shantazh e kërcënime nepotiste, partioke, pa pasur në fokus asnjëherë nevojat e qytetarëve, duke lënë pas dore zhvillimin e vërtet të komunës Lipjanit. Kandidati i LDK-s për kryetar të Lipjanit dhe ish kryetari me korrespondencë i komunës, mbeti fatkeqësisht vetëm ish kryetari i votuesve të LDK-s, dhe asnjëherë nuk u bë kryetari të gjithë qytetarëve. Për më tepër, ky ish kryetar do të mbahet në mend për një akuzë që Gjoja i ka mbrojtur fëmijët nga abuzimi i ushtarëve të UÇK-s. Akuzë të cilën nuk na e ka bërë si luftëtar as një gjykatë, as vendore dhe as ndërkombëtare, por që fatkeqësisht dhe paturpsisht e bëri ai dhe atë nga foltorja e kuvendit të komunës. Kështu ikën 12 vite qeverisje. Kështu ikën 12 vite ignorancë, mos përfitje, ngecje në zhvillim për qytetarin dhe për Lipjanin. Prandaj sot rikthehem me përvojë, me energji të re, me ekip të ri, me vizion të qartë dhe vendosmëri të palëkundër, për ta quar Lipjanin aty ku e meriton. Për këtë rikthim kam nevojë për përkrahjen tuaj. Lipjani ka nevojë për të vërtetë, për drejtim të vërtetë, për projekte madhore që prekin jetën të përditshme. Jo për fasadë, jo për ngjyra, jo
për ngjyra për punë. Projekte që nuk arrita të përfundoj atëherë do t'i qoj deri në fund. Nuk ndalën, mjaft me pritje. Koha e tyre ka kaluar. Tash është koha jonë. Unë jam Shukri Buja dhe nuk flas për ndryshim. Unë vi për ta bërë atë. Fitoria është e jonja. E nderuar ekip me të cilën po kandidoj për kryetar komune, ju të nderuar kandidat për asamble, me bashkoheni për fitoren e Olimpian. Bashkoheni me mu për me zhvillu këtë Olimpian e cilën është degraduar. Dhe tani në emër të ekipës e përshëndes Makorën, kryetarin e saj, që për në mbështet, zotin Bekim Kozhoni, që është bashkë me ne. Faleminderit shumë Bekim.